الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Allah në falenderojmë edhe vetëm prej Tij ndihmë, falje, udhëzim kërkojmë. Përshëndetje, salavat, duat gjithherë I dërgojmë të dashurit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij, si dhe mbi të gjithë ata të cilët e kanë pasu dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Besimtarë të nderuar, vazhdojmë sot edhe me ligjëratën e fundit që ka të bëjë me temën e kaluar për ruajtjen e amanetit apo besnikërisë. Këtë ligjërat të kësaj teme do ta mbylli me disa këshilla, hadithe, porosi të Muhamedit a.s. që na këshillon dhe na tregon se çfarë rëndësie ka ruajtja e amanetit apo besnikërisë. Dhe ne posaçërisht si besimtar, kur ti ndëgjojna këto këshilla, kur ti ndëgjojna këto porosi, mos të jetë vetëm dëgjim I veshit duke thënë se sa e mirë është feja jonë, sa e drejtë është feja jonë. Nëse dojna që na vërtet me manifestue dhe me bo shembull fen tonë tek të tjere që nuk e njohin, nuk e din, është që na kur ti mësojmë edhe kur ti ndëgjojmë porositë e Muhamedit a.s. pa tjetër duhet mi praktikue. Jo vetëm mi lexue dhe jo vetëm dëgjim I veshit dhe pastaj këshire sa mirë është në fenë islame. Jo. Ajo që është mirë në fenë islame, pa tjetër atë që Muhamedi a.s. na ka porosit, na ka këshillue, duhet me praktiku. Shembull, thot Ebu Said, Allah qoftë I kënaqur me ta. Thot ka thonë Muhamedi a.s. At-tajiru sadduq, al-amin, ma'a nabiyyin, was-siddiqin, wash-shuhada. Thot tregtari I cili ashtën I drejt, ashtë I sinqert, ashtë besnik në tregtinë e tij, në ditën e Kiametit ka me qenë me pejgamberët, me njerëzit e sinqert edhe me dëshmorët. Pa dyshim se na kur ta ndëgjojna këtë hadith, këtë porosi, themi shikoni se çka thot Islami për tregtin, apo çka thot për një tregtar. Mirë, aja bajna na vetës tonë pyetje, këtë tregtin që e bëjmë, apo që jemi tregtar, a jemi të drejtë në tregtin? A jemi besnik në tregtin tonë që e bëjmë? Dhe kjo ka shumë më rëndësi. Çështja e tregtisë, çështja e ekonomisë, sot bota në përgjithësi e ka problemin e korrupsionit. Njerëzit korruptohen, njerëzit mashtrojnë, njerëzit nuk e mbajnë besnikërinë, nuk e ruajnë amanetin e çështjen e pasurisë. Pra shikone çfarë grade I ka dhënë Muhamedi a.s. një tregtari që është besnik, është I drejtë, është I sinqert, ditën e Kiametit ka me qenë shoqëri me pejgamberët, me njerëzit e drejtë edhe me dëshmorët, që kjo është shoqëria më e lartë, më e mirë në ditë Kiametit. Për ata, edhe Muhamedi a.s. ishte një tregtar I drejtë, ishte I sinqert. Edhe tregtari në atë kohë që ishte më njohur Hatixha
ja besoj tregtin Muhamedit a.s. që e dërgoi në Sham me karvanat e saj. Pse? Se ishte el emin, ishte njeri besnik, ishte njeri sinqert, ishte njeri drejt, nuk ishte mashtrues, nuk ishte tradhtar. Dhe kështu pra dhe na të bëhemi besnik, të bëhemi të drejt, edhe të bëhemi të sinqert, shembull në tregtin ton. Po ashtu porosia tjetër që Muhamedi a.s. na flet për besnikërin. Thot Ebi Musa, Allah qoftë i kënaqur me ta, thot ka thonë Muhamedi a.s. El khazin, el muslim, el emin. Thot punojsi, ati i cili është shërbëtor, që i shërben njerëzit, i shërben popullit, pa marrë parasysh çfarë funksioni ka, është që i shërben njerëzit, punojës në përgjithësi, është besimtar, edhe është besnik, është i drejtë, edhe e zbaton një urdhër që i është dhënë me zbatue, duke e bëhe me përpikëri, të plot, jo të mangët, që është i drejtë, edhe e ban me knatësi të vetës e ti, e ban me shpirt, me dëshirë të madhe, thët e ka shpërblimin sikur se me dhanë sadaka. Këdhe pse ato s'janë tina, a i veç e kryin punën, e kryin punën si duhet, e kryin punën me besnikëri, me sinqeritet, me knatësi, me dëshirë të shpirtit, jo vetëm ta kryj punën, edhe me nëzë pritit shkoj të shpia. Apo, para se me shku në punë, kur ka me pushue, kur ka me këthi në shpi. Jo, e ban me dëshirë të madhe, me vullnet duke qenë i drejt dhe i sinqert, shpërblimin thët e ka, si kurse me dhonë sadaka. Kështu Allah Zogjel i ashkruan shpërblimin atina. Po ashtu, shembull tjetër që Muhamedi a.s. na tregon se çfarë rëndësie ka amaneti, ka besnikëria. Thot në ditën e Kiametit, kur Muhamedi a.s. e cilëson e tregon urën e Siratit, pra ura e Siratit është e vendosur mbi xhehenem. Se cili prej neve ka me kalu mbi atë urë, dhe poshtë është xhehenemi. Ta shotem tjetër me fol për urën e Siratit. Edhe se cili kemi me kalu këtë urë, ashtu qyshi kena veprat, kena me kalu e let edhe shpejt. E një prej veçorive interesant, në ditë Kiametit, kur të vendoset ura e Siratit, që njerëzit kanë me kalu ati pranë, Allahu Azza wa Jall ka me prue edhe amanetin. Ka me prue besnikërin, që Allah Azza wa Jall e din mas mirti se në çfarë forme ka me qenë besnikëria. Edhe ka me net ati tek ura, edhe për secilin prej neve ka me dëshmu dhe ka me thonë, kë ka tradhtu. Kë nuk e meriton me kalu e urën, ja Rab, dënoje, se i ka mashtruar njerëzit. A ka ma vështirë, gjendje ma të ranë, se sa ku ta kalojm urën e Siratit, që kush e kalon urën e Siratit, ka shpëtu dhe shkon në xhenet. Pra besnikëria, emaneti ka me na pritë ura e Siratit. Kështu ka thonë Muhamedi a.s. Nëse kemi tradhtue amanetin, besnikërin, ka me thonë ndalë se ti sun kalon, e din se ke mashtruhe, e din se ke tradhtue, Allah na falt, Allah na përmisoft, edhe inshallah na ban që mu pëndue, nëse kemi pa kujdesi dhe kemi tradhtu këtë amanet, që Allah Zogjel të na i liroje urën e Siratit. Po ashtu, rëndësia madhe që e ka e besnikëria Muhamedi a.s. I dërguri Allahu Dhul Gjelal, ka bon dua që Allahu me rujt prej tradhtis, mos më bon tradhtar, para me ndo
që Allah Azza wa Jall ja ka garantue xhennetin Muhammedit a.s. me gjithët e ka bon këtë lutje va'udhu bike min el khijane fa innaha bi'setil bitane. Ja Rab, unë kërkoj që të më mbrojsh, të më ruajsh nga tradhtia, për shkak se tradhtia është ai shoki sekret i fshet më i keq që on zemër, që se cili asnjani nuk e din për njani tjetrin, ashtën i fshehur në zemër, ka boket lutje ma në salam, ja Rab, më ruaj mua nga tradhtia që kjo një shok i fshet i keq, edhe sa i keq është që one mos të bohem tradhtar. Edhe kjo është një shembull që edhe na mi lut Allah Dhul Gjelal që Allahu më na ruajt mos të bëhemi tradhtar, që është e kundërt të emanetit. Allahu na përmirësoft të gjithëve. Po ashtu, nga këshilla që na jep Muhamedi a.s. është çështja e amanetit edhe tek siguria në mes nesh. Një ditë Muhamedi a.s. po i këshillon shokët e vetë dhe po i këshillon të gjithë besimtarët duke thënë: Wallahu la yu'min, Wallahu la yu'min, Wallahu la yu'min. 3 herë po betohet, thot pasha Allahi nuk ka besu, pasha Allahi nuk ka besue, thot pasha Allahi nuk ka besue. 3 betime po i ban. Të praneshme të thajnë, kush do i dërguri Allahut, kush nuk ka besue, kush shoki njeri, thot prej ati të cilit komshit, fqit e ti nuk i janë të sigurt, kanë frikë se i tradhton dhe i mashtron. Thot përderi sa ki komshi, ki fqi është kështu, që kojshit e ti kanë frikë për ti, që i tradhton, i mashtron. Thot kë nuk e ka besu Allahun, nuk e ka besu Allahun, nuk e ka besu Allahun. Allah në ruajt. Pra shikone çfarë porosie në Eban Salam, që kjo ka të bëj me jetën tonë shoqërore, që t'i jap me siguri, rahatin, ngrohtësin njani tjetrit dhe mos të bëhemi tradhtar dhe mashtrues, duke filluar prej familjes, fqinjeve, shoqërisë në përgjithësi. Allahu na përmirësoft të gjithëve. Po ashtu ka edhe shumë porosi që Muhamedi a.s. na porosit që ka të bëjë me besikërinë. Shembull thot, muslimani vërtet është ai i cili prej të cilit muslimanët janë të sigurt nga gjuha e tij edhe nga dora e tij. Po ashtu e kanë të sigurt gjakun e tyre edhe pasurinë e tyre. Apo dojmë që të jemi musliman të mirë dhe të jemi model që jo veç të thomi se fenë kemi të mirë. Mirë, po na ku jemi? Çfarë shembulli kemi dhonë për fenë tonë? Nëse tradhtojmë, nëse njerëzit kanë frikë prej neve, nëse na grabitim pasuri, nëse na derdhim gjaqe, apo e ndëgjoni, apo e shikoni se çfarë çuditëra po ndodhen në vendin ton, e ka vra, e ka kërcnu, e ka djek, e ka fshe kufomën, e ka vedh pasurin, e kështu me radhë që lajme të trishtueshme. Si ka mundësi kjo me ndodh në një vend që 95 musliman janë %, që Islami këto i ndalon rreptësisht, Islami të jep siguri, në pasuri, në gjak. Dëgjoni se çka thot Muhamedi sallam, shembull tjetër, thot une jam i distancuar nga ai njeri i cili i ka dhënë bez dikujna, pastaj e ka mbyt, edhe nëse i mbyturi është jo besimtar. Për Allah Azza wa Jall na i tregon amanetin, edhe besën edhe me jo besimtarët. Thot unë distancohem, largohem nga ai njeri i cili i ka dhënë bez dikuj, pastaj e ka tradhtuar, e ka mbyt, edhe nëse i mbyturi është
jo besimtar. Është shumë interesant dhe kjo rregull edhe i luftës. Muhamedi a.s. kur e ka çliru Mekën, qoftë edhe një musliman më i rëndomt që dikush prej dhujtarëve i ka lip siguri dhe i ka dhonë siguri, edhe Muhamedi a.s. i ka dhonë siguri, nuk e ka nguc. Kjo tregon drejtsinë e Allahut Dhul Xhelal. Kjo tregon emanetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që këto këshilla të cilat na i dëgjojmë mos të jenë vetëm dëgjim. Qysh thash edhe në fillim, mos të jenë vetëm fjalë, se feja jonë është e mirë, e pastaj na kurkun hiç nuk jemi. Allahun e mësoft që inshallah të jemi të kujdesshëm, të arrujna amanetin dhe gjithherë model dhe shembull ta kena pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum.